Është knasi, më lejoni t'ju falenderoj gjithëve për angazhimin dhe punën e madhe që keni bërë në raundin e parë, edhe njëkohësisht t'ju uroj për rezultatin e arritur në raundin e parë. Pra jemi në garë, jemi në balotazh, është e qartë që qytetarët e Suarekës kanë nevojë për ndryshim, rrjedhimisht shumica e tyre kanë kërkuar për ndryshim. Sot ju bjem barra e madhe që për këto 5-6 ditë të mbetura të fushatës e deri dielën pra më pak se një javë të angazhoheni të gjithë derë më derë, familje për familje, lagje më lagje, fshat e në qytet të Suarek, që të ktheni këtë qytet në folenën e vetë ideologjike. Suareka është e djathtë, Suareka është me LDK-n, Suareka është me doktorin tonë dhe ekipin tonë shkëlqyshëm. Ne si LDK jemi të bindur për fitoren e madhe që po vjen këtu, e kemi me plot prioritet Suarekën në këtë garë, dhe presim nga ju që të dielën të na ftoni në një festë të madhe në këtë qytet. Kjo festë mos jetë vetëm për ju, por le të jetë për qytetin tuaj, i cili ka nevojë për punë, ka nevojë për angazhim, ka nevojë për ekip të shkëlqyshëm, ka nevojë për një kryetar që i njeh problemet, i njeh hallet dhe që arrin të zgjidhë këto probleme. Dhe kryetari s'është vetëm, e ka gjithë LDK-n pas veti, i ka gjithë qytetarët e Suarekës pas veti, dhe do ta ketë gjithë mbështetjen e domosdoshme në këtë garë. Sot po nisim edhe javën e dytë garës balotazhit komunal pikërisht nga Suareka me një kafe me qytetarët tonë. Shpresoj që kafet i keni të mira e muhabetin edhe më të mirë do ta bëjmë. Ju faleminderit shumë e ju prifte mbara pa qifat. Faleminderit shumë. Në fillimin e fushatës kemi menduar me qytetarë duar me duar, komunikojmë, shihemi me ta, sepse Suareka meriton qeveriset ndryshe. Këtu që 8 vite ka pas një qeverisje tjetër, gjithë janë pajtu që tash është koha për ndryshim dhe për ndryshim. Alternativa jemi ne, e kemi një ekip shumë të mirë, një program që veç ja kemi ofruar qytetarëve dhe patjetër që po shpalosim ditë me ditë dhe kemi filluar këtë javë të mbarë për t'i takuar ata, për t'i takuar qytetarët, sepse Suarekës i duhen projekte të mira, zhvillim edhe prosperitet për ta. Qytetarë, faleminderit, mirë se keni ardhur në Suarekë. Faleminderit shumë. Jemi shumë të respektuar me ardhen tuaj në këtë vend. Faleminderit shumë. Shumica e qytetarëve tashmë që janë përcaktuar në këto zgjedhje që i patëm me 12 tetor, 55% qytetarëve ishin për ndryshim dhe ai ndryshim duhet të vijë në nëntor. Gjitha organizimin, punët jemi duke i bërë këtë drejtim dhe siç po shihet sot e filluam fushatën, ku e patëm edhe kryetarin e partisë, zotin Lumia Abdigjiku, i cili ishte për një hapje të fushatës, për një mbështetje në këtë komunë, sepse është një komunë që frymon gjithmonë krah LDK-s, prandaj ne do t'i kthejmë punët e mira në Suarek, punë me nder, punë ku qytetari do të jetë ai që do të jetë në qendër të qeverisë së sashme. Do të punojmë shumë për qytetarët, për t'i dhënë projekte të mira në bujqësi, projekte të mira në infrastrukturë, projekte të mira në zhvillim, punësim, do të ketë punësim, zhvillim dhe gjitha ato që
qytetarët tashmë veç e dinë sepse ne programin e kemi bërë publik dhe gjatë kësaj jave do ta bëjmë edhe me publik gjatë takimit do ta kemi me shumë qytetarë që tashmë veç po i bashkohen vizionit tonë për ndryshimin që e presin, sepse 8 vite qeverisje, qytetarët e kanë pa që ka nevojë për ndryshim dhe këtë alternativa jemi ne, i ftojmë ata të gjithë që të na bashkohen këtë vizion tonin për të ardhmen e qytetit. Keni arrit ndonjë marrëveshje me zyrtarët? Ne jemi të hapur për të gjithë, jo që deri tash kemi ndaj marrëveshje, jemi të hapur, jemi duke bashkëpunuar me gjithë qytetarët, pa dallim partie sepse ne do të udhëheqim me komunën dhe këtu jemi pa dallime, domthonë kjo është ardhmja e qytetit.